akoma vazhdojnë me një situatë që nga prajmi i kaluar. Me situatën e Mirit dhe Selinës. Vazhdoi u komunikua goxhakja. Sigur domethënë po mundohen krijojnë ndonjë çift ose kush e di unë është një lojë. Lojë është normale. Po kujt është? Të dyve. Ata e kanë kuptuar shumë mirë, nga që e panë që në prajmin e parë që morën goxha zë për atë lloj gjaje domethënë që ndodhi, në momentin që ata fjetën bashkë dhe diskutonin bashkë dhe afroheshin domethënë pak më shumë. Po nuk mendon ti se pa dashje duke fjetur bashkë, duke ndarë dhomën, duke ndarë krevatin, duke ndarë hallet, se atë në ato shtëpi vetëm ato rob do shikosh, mos ndodh në një gjë Nuk e besoj, jo nuk e besoj sepse kam parë që për shembull Selina kam parë që ban pak distancë në krevat, domethënë me Mirin, ban pak distancë dhe nuk është se rrin ngjitur me njëri tjetrin. Është tjetër gjë që po ndajnë një krevat edhe tjetër gjë të afrohesh kur je në atë. Po pam ato kapjet e flokëve, domethënë atë ishin proces montazhi apo thjesht përkëdhelje si normale.